Kontrolli totalitar. Kontrolli totalitar. Kur janë gjithë nusës në ballat të paranë. Është kontrolli, është kontrolli. Kur janë gjithë nusës mu në ballë, bap një atje. Po mirë me ca një kopja do ju sa se gjithë kur janë gjithë në ballë. Çfarë do t'i gjysësh në ballë? Po na prishin tradita, po prishin tradita. Po ç'bëjmë si popull mo. Ka qenë dikur do t'i djegim me zjarr to zakonet e vjetra. Mos harro se po lexoja edhe një pikë, tokenizimi kishte të bënte me pjesën ku ti me këtë monedh nuk ke nevojë të blesh një apartament, por blen 0.1% apartamenti, pra asete. Ti mund të hysh në asete dhe të blesh me këto monedha. Pra hapet një lloj tregu ku ndaj them njerëzve mësoni dhe të kapni ritmin me të cilën ne duhet të ecim. Ata 70 vjeçare do e kapin. Nuk pretendojmë, po pretendojmë për të rinj. Pretendojmë për të rinj që akoma nuk din të përdorin kompjuter. Ka akoma të rinj që nuk din gjuhët e huaja. Kështu që duhet patjetër që ti integrojmë dhe ta themi mediatikisht, sepse media është zëri ku populli merr një informacion. Ore, po si do e hiqim na imi ne? Ata ngjishten në TikTok. Po Skënderbeu. Ata ngjishten në TikTok. Ka në Ismail Qemalin e, se ky dhe Ismail Qemalin e ka qefore. Apo si ngjang kështu. Fiks është, e kupton? Ai Po si do i heqim ne këta? Si do jetë kjo monedha virtuale? Çfarë imazhi do Po i ketë? bën në emër të integrimit. Në emër të integrimit do merret e gjithë liria individuale. Mos do ketë detyrën e diellës. Këtë përgjigju ti, Doris. Unë sot do na marrin lirin, po them, jam pikërisht për atë që thoshte Margaret Thatcher. Themeli i një shteti është potenciali i individit. Potenciali i individit vjen nga një motivim. Ky motivim nga kush rritet? Nga elementet që na suporton shteti. Pra, kush janë elementet që na suporton shteti këtu? Asnjë. Ti do taksohesh dhe për ajrin që merr, sepse taksat ti nuk i çon më vet, ti marrin ata nga monedha që ti e ke dhe nuk e ke. Shumë mirë po bëni. Një sekond. Ta gëzoni tani. Nëse ti proteston, më lër të mbaroj. Më lër të mbaroj. Shtyhemi deri këtu tani. Më lër të mbaroj. Të lutem. Nëse fol Erioni përpara, Nëse unë protestoj transakcionet në kur kam dashnore. S'është liri individuale. Gjitha unë s'kam lek për dashnore. Erion, ta mbaroj. Erion, kjo është një chain. Unë e kam thënë, ai që s'ka lek, s'ka drejt ke dashnore. Po flas për politikanët, ose politikanët po shkojnë në tuzicjapit e kasat. Ata kanë lek më shumë nga të gjithë. Po, more, ja. Ata kanë lek më shumë nga të gjithë, ata do të dënojnë. Futem sistem. Ata mbarojnë tonë. Nuk më lejuat ta mbarojnë. Sistemi taksimit. Në momentin kur rritet kjo taks, të lutem, se i kemi surprizat. Tani në momentin kur ne taksohemi dhe nuk na pëlqen kjo shifër takse 23%, 30%, ne do protestojmë. Ne na mbyllen të gjithë llogarit që i kemi digjitale, pse ke protestuar? Pse ke shkelur ligjin se nuk lejohesh të protestosh? Kush nuk do të kjo? Nuk po thot gjëfare, do jetë më keq se kaq. Na hodhët e kodi i ri penal. Të keqen. Na i lidhë dhe na i bëtë shu. Ja, shikoje. Do vi moneda nuk do ekziston. Ka hyrë qeveri ky? S'dim gjë. Atëherë, nëse një monedë digjitale do sjellë shkeljen e të drejtave themelore të riut, unë e besoj. Dori mori dy shembuj që për mua janë konkret. Sepse neve kemi aderuar në të drejta. Kemi aderuar në ca konventa. Dori besoj që ka një formalizim të ekonomisë fal digitalizimit pagesave. Dhe sigurisht kur i do ai e shtyp, kurse do se shtyp. Formalizimi duhet. Nëse po formalizim është? Çfarë do ndodhi dhe si do t'i rrotullohet truri atij atë ditë? Këtë s'ta them dot, se nuk e di si do i rrotullohet as pas një javë. Edi dhe pasaj Dori, po. Atëherë po flasim që desa flasim për integrim, flasim për institucion, pavarësisht se ne jetojmë në një realitet që e dim shumë mirë se si. Ora ta tha shembullin shumë qartë. Do dalësh në protestë. Do protestosh. Kishe biznesin e vogël, dole në protestë zotri? Dole? Po pse kishte halla i ti blokon të llogarin bankare, kujton ti biznesin? Po nuk blokon kështu llogarin. Po pra tash. Si që jo llogarin tani bashkohet. Po tani ka të drejtë Dori sepse po do të merresh dorë. Jo, nuk merren masa dash shteti llogarin tani në sekonda. Nëse je debitor. Dori je debitor. Po blokon në ballën e syrit jo llogarin, çfarë thua ti? Llogaria me gisht. Të blokon. Dua ta them emrin se ka të bukur. Dori se dashuria po do flasim sipas Edi dhe me njërë sefa. Se cili po thot mendimin e vetë dhe kjo është gjë më e mirë që po bëjmë. Por ndërkohë, shteti presupozohet me rregulla dhe ky mandat
nuk është e thënë që të themi jemi me qeverinë apo si jemi, është një mandat që monitorohet ndryshe nga 3 mandatet e tjera apo mandatet e më përparshme të qeverinë, monitorohet direkt nga BE-ja zbatimi. Po jo për atëni, shiko, mos të bëjmë gallatë mohabetin. Tani, theju pak. Po jemi nuk ka nevojë të theju të lutem argumentet, jo më kthejmë shikojmë si mësimi. Problemi nuk është çfarë i themi njëri tjetrit, çfarë u themi njerëzve dhe ekonomia pa para fizike, pra ajo përkthimi fjalës cashless, do të thotë që e gjithë paraja që sot qarkullon. Pra, realitetin e kemi shumë të hidhur. Paraja është rritur, ka vajt nga 4.2 miliard, ka vajt 4.3 miliard, që do të thotë që informaliteti është rritur, sa jem banë para në kesh, jashtë bankave. Pra, neve sot kemi vetëm dëshira për këtë, jemi shumë largë. Çfarë do të them tani? Do të them që në momentin që këto para do futen brenda bankave, duhet të ketë kaluar shumë lumenje, shumë male qeveria bashkë me ne, që të ndodhi ajo çfarë thotë. Pra, kjo nuk ka të bëjë thjesht vetëm me BE-n. BE-ja nuk kërkon njerë këtë. Kjo është, nëse ne do futemi në tregun e monetar evropian, po mundi të jenë këto lloj kërkesa. Tani, biznesi nuk penalizohet, siç po thotë Dorina, absolutisht, po them, nëse vjen kjo ditë. Se të ishte për penalizim, nuk ka nevojë të jesh me pare pa pare në xhep apo para fizike. Në qoftë se biznesi deri më sot nuk ka paguar detyrime, si çdo borxhli ka ato procedurat e veta. Je dakord? U binde? Jo, nuk ka nevojë të jetë njëri dakord. Është detyrim. Është e mirë Do na vani. Se kam debatin tani. Ne po dalim nga tema. Ne kemi ardhur. Po hymë në temën, nuk po dalim. Jo, ne po dalim nga tema, se ti flet për aktualitetin. Tema sot ishte si do të jetë Shqipëria në një monedë digjitale dhe pa kesh në dorë. Pra, ne sot që flasim e kemi keshin në dorë, mos më fol për sot, të lutem më parashiko kush është Shqipëria e vitit 2035. Fra pa ujë dhe pa drita. Nuk e gjeta Sami Frashëri këtë. Jo, ujë në dorë, 12 Një do sekond. kemi. Atëherë, në momentin kur ne parashikojmë se si do të jetë Shqipëria në vitin 2035 dhe kemi një zinxhir kalvar që duhet të rregullojmë në institucione, apo të rregullojmë dhe pjesën e fiskalizimeve, se fiskalizimi është problem këtu, ne njohim fiskalizimin klasik, po nuk njohim tjetrin, dhe ekspertët e njohin shumë mirë dhe nuk bëhet as e dukshme, qëndron e te i dukshme, sepse ecën njëkohësisht me politika tona. Gjuaj penaltin tani, bëja gol. Goli është që ne e duam keshin në dorë, sepse ne po shikojmë vetëm interesin shtetëror, ne nuk po shikojmë interesin individual. Ti duhet të shikosh që njeriu ka një lloj ndjesie motivuese. Nëse nuk e ka këtë përkthim të djersës në material dhe pronë, nuk është njësoj. Nuk është njësoj. Unë se perceptoj fare. Para ekstremist, sepse jo fare, unë se perceptoj, ja ku ke një person që nuk ta percepton dot. Po ngatrojmë paran dhe formalizimin e ekonomisë me çështjet e drejtave të lirive dhe të dhënat. Oj dash, nuk më hyn në sy kartat i thua jo. Domosdoshmërisht, tani edhe një, ne mos i ngacmojmë gjëra. Formalizimi i transaksioneve dhe ligjshmëria pa dyshim që nuk besoj se duhet të ketë diskutim. Nuk e kundërshton njëri këtë. To bëj edhe me paran keshti këtë formalizimin. Nëse do kemi ndryshim të rregullave në fuqi dhe do kemi pastaj masa të këtilla që të bllokojnë e-walleting, portofolin. Jo me më humbi telefoni dhe jam në mes të Europës, dua të hipi në tren. Çfarë duhet të bëj? Si do hipi? Më humbi telefoni. Ma vodhën. Më tha një miku im, kishte ngelur i kishte ngelur pa ngrën buk, Doris, pa ngrën buk në Suedi, kishte ngelur, se nuk kishte atë kartën, kishte lek xhepi, kishte ngeli pa buk. Në fakt është ngela dhe unë para javë. Edhe dhua ti formalizimi. Sepse gjithë keshin që mora me vete, e solla mbrapa. Mos i ngatroni kot, konkludimin se do kalem në... Se ika si shqiptarë. Konkludimi është i vjetë. Ne, si qytetarë, votojmë për një parlament në qeveri. Nëse ato do vendosin të ndryshojnë rregullat, dhe ne të na vënë që të na e bllokojnë qoftë llogarinë sot bankare, apo na sekuestrojnë dhe keshin, atë e bëjnë ato, nuk ka rëndësi, e ke digjitale, fizike, si ta duash ti. Fakti që ne do i kemi digjitale, do të na mundsoj shumë, ose do ta kemi cashless, pra do shkojmë drejt saj, do të na formalizoj shumë pjesën e transaksioneve. Dhe kjo, padyshim që do i sjellë një efekt edhe individit edhe shtetit, nuk vjen një mesazh në WhatsApp. Por, ajo problemi më atë është siguria kibernetike. Këtu pastaj kemi bërë Matita Edi. Ne nuk kemi gati nga aspekti infrastrukturor, po edhe kapaciteteve njerëzore. Sepse pastaj do kemi që
do të duket thjesht një klik I thjesht, hajde futi 200 euro ke kjo kompania, ke ky basti, si që janë këto të lërave. Futu dhe 300, futu dhe një... Më lërë të t'jam një edhe të hakuan gjithë portofolin edhe... Po flasim për jetën e përditshme? Po flasim për individin, popullin, familjan? Një shoqe më thot, nuk e kam bashortin, këtu tatimet më kanë mbyllur për këto efekte, vonesash, pagesash, gjatë gushtit që sishin, na kanë mbyllur llogarit, ke lek kesh në shtëpi, thash kam. Hajde merri. Për bukë, për fëmijët. Pra, janë këto momente jetike, është kjo jeta e njeriut, se tani po heqim jetën e njeriut dhe po jetojmë vetëm për shtetin. Të rrisim shtetin dhe zvoglojmë individin. Jo, rrisim individin dhe zvoglojmë shtetin. Po pse I kishte punu pra? Unë nuk jam për komunizëm. Unë jam kundër komunizmit. 100% jam me ty. Atëre Dori e tha, Eduardi. A ishte gol, hajde. Unë them që... Penaltia. Ishte offside komplet. Jo, gol e kokër goli. Ka që gol me dorë. Nuk është... Ky s'është emision teknik, është emision tekniko... tekniko... është ndeshje, bardazi. Sezonin ndeshjes. Atë unë do të thosha që ardhmja është e bukur, por shumë e largët, ose pothuajse e pamundur për ne që diskutojmë këtu. Për arsyeën e thjeshtë se realitetet diktojnë të lloj qasje. Pra, shqiptarët të rrinë të qetë, kesi do vazhdoj për shumë kohë, për arsye se ne jemi mësuar të na dalin shumë ligje, shumë udhëzime, të cilat nuk zbatohen dhe ky është një nga problematikat, që gjëra duhen bërë të matura, të nxituara. Jo, mund të ketë ndryshime globale. Të nxituara, jo, ka ndalë shumë vendimin, jo pa qëllim e përmenda rastin e atyre që u tha, dhe në momentin që nuk je I përgatitur mund të bësh. Ky ishte mesazhi. E ardhme e bukur, por e paralizueshme. Dorë. Edhe unë jam dakord me Edin, në fakt kjo është një ëndër në sirtar që për aq kohë sa do ta hapim do gjem të brendshmet për momentin, por Nard ndoka, ishte Nard ndoka. Kjo është batuta e Nardit. Por, gjithsesi unë dua t'i qetësoj shqiptarët dhe t'i them që do vi një moment shumë larg në të ardhmen, që ne sigurisht do vim në linjë me atë që bota e qytetëruar po bën tashmë. Por, ky do t'jetë një proces që duke qenë që kërkon shumë infrastrukturë, shumë përgatitje dhe do t'ketë dhe një tranzicion drejt këtij procesi. Pra, nuk do kalohet direkt nga sot nesër, nga kesh. Mika ti po thua që do ta ham pak me vjet. Jo, do ta ham që po vonë. E kemi një 5 vjeçar kohë. Do ketë, jo, nuk është 5 vjeçar, për 5 vite nuk kalon një shtet I komunitetit evropian nga shteti që është me monedhën e vet në Eurozonë. Do Çekia ka kalu pas 20 vitesh në Eurozonë. Nga momenti që është bërë antar I komunitetit evropian. Mund edhe mos e arri kur, sepse ka kërkesë, nuk të le bota dhe të duash ti të lëvizësh bishtin. Penalti. Welcome to Europe. Deshet Evropë, mirë se Urdhronë. Që do t'i thua deshën Evropë, rini pa bukë tani. Ishe topi nga porta. 92% Hajde Dorë, ishe topi nga porta. Donit Evropë thotë e ëngrët. Jo, na kanë lënë në vendet e treta dhe tashmë na kërkojnë që t'jemi ndër vendet e para. Absolutisht që kjo do marri kohë, kjo do marri hallkat e veta të plotësimit edhe të integrimit individual, se duhet dhe ne vetë ta pranojmë, por unë nuk do doja kur të hiqej keshi. Është një formë motivimi për secilin nga ne, është një pronë individuale. Mos e harroni këtë. Dhe ai numërimi I legut apo I monedhave është një element që e bën njeriu të vibrojë ndryshe. Unë kam diçka. Unë do punoj për më tepër, unë do kem më tepër, mos e hiqni keshin. Kjo është një këshill. Atëherë thuaj ti këtë mesazhin, se ti Do ta është kundër Evropës, Prek kundër Evropës. I thash, thuaj ti se ti e ke qef keshin. Ke ndonjë gjë për keshin? Dua keshin, e dua keshin. Nuk po flasim për sigurinë, se elementet e sigurisë absolutisht. Në fillim qethen këto majat e veshve, këtu flokët brapa, balluket, pasaj në fund e kupton që besh tullac. Kare fare. Kare do bëhemi në fund. Në fillim thot cili cikle këtu se ti mbaj unë, pasaj shiko, po t'jap kaq flet ti kesh sot se është dyshegu. La dyshegu nuk të ngatron kur. Natyrisht që dysheku I, mëse ka ca dyshek të tjerë. Sepse duhet I marrësh atyre leje kur duhet të... Duke falenderuar lojtarët ekselent të kësaj ndeshje në Bardhazi në këtë sezon të 19, unë juftoj të shkojmë pak në publicitet. Unë juftoj të mbushti një ca qese me lekë që se nuk I dje. Shihemi pas pak në akuzë.